Zanatin e prodhimit të plisit, Afrim Kika e ushtron prej shumë vitësh, duke trashëguar këtë zeje brez pas brezi nga familja e tij. Sipas Kikës, prodhimi i një plisi nuk është proces i thjesht. Ai tregon se plisi kalon në rreth 18 faza pune deri në finalizim, çka kërkon kohë dhe përkushtim të madh. Këtë punë punojnë shumë gjenerata. Sipas da dokumenteve që i kemi pasur para luftës, dyqan djeta 1889, mirë me këtë zeje. Qëshë. Një plis i ka 18 operacione. Landin e parë e marrim në Turqi, kurse para 70 viteve kemi marrë këtu në Kosovë. E me këtë land që e marrim edhe punojmë. 18 operacione si e thash i ka punë mjaft. Derisa të kryhet një ples ka punë mjaft ka. Kika ka folur edhe për llojet e plisave më të veçantë që ka punuar ndër vite, si dhe interesimin e qytetarëve në ditët e sotme, i cili sipas tij është më i theksuar gjatë festave kombëtare dhe ngjarjeve të veçanta. Përpara plisat i kanë foli Tesëllëk, Birengji, dora parë, dora dytë. I kanë klavikuar, një mishteri ka thonë ama një plis dorës dytë, ajo ka qenë pak më lirë, dora parë ka qenë pak më shtrajt, puna se dora para e ka la, plaki e ka pastru. Dhe i në 5 herë u la një ples. Tash ja ka një sezonale, ma shumë ples tash të bëjnë, ka vdek, të rritë, janë vice me marrin në për darsma, në për ahenge i marrin. Ai gjithashtu tregon se dikur disa familje gjakovare merreshin me këtë zanat, ndërsa sot janë shumë më pak ata që e ushtrojnë. Përveç me e punon edhe vllai i madh në veri, cili ka dyqanin pak më nel, dyqani vjetër që e kemi aty, ai punon djali vet, është familja Doli për momentin, familja Mula pak që punon, kurse përpara ka pas shumë familja Blyta, Kalaveshi, Xërxa, Vula, Grezda. Tash për momentin edhe s'po më kujtohen, ka pas shumë familja. Mulliqi, Dina, Agjanela, Zhaveli, Cana të poshtë, shumë familja. Megjithatë, Afrim Kika shprehet që këtë zeje të përcjell të djemtë e tij dhe brezat e ardhshëm, në mënyrë që tradita e punimit të plisit të mos shuhet. Unë po mundona që djemve mi u lon, pavarësisht që i kanë profesionet e veta, pishashis tash janë ka dojnë zanatin, ja ka njës 2 djemt në mnimu, kështu të dhe vllavi që punon, edhe e ka një djallë që punon ai pishkollës fillore, kështu që besoj se nuk do të shohim, do të vazhdojmë traditën, do të përvastojmë qytetin, Kosovën. Edhe pse koha ka ndryshuar dhe zanatet tradicionale pushtuken, në punishtën e vogël të Afrim Kikës, plisi vazhdon të marrë formë me të njëjtin përkushtim si dikur.